Do ta nis nga Nisma. Pra, Nisma ka qenë Federata Shqiptare e Futbollit dhe Shoqata Rajonale e Futbollit Tiranë. Është një nismë e cila vjen në kohë për t'u plotësuar dhe për t'u hedhur në terren në ato ndeshje që ne pam. Patëm një bashkëpunim të mirë dhe me Ministrinë e Kulturës, së Rinisë dhe Sporteve, si dhe me Ministrinë e Arsimit, të cilat na mundësuan nëpërmjet zyrës vendore të arsimit dhe pjesëmarrjen e fëmijëve në shkallë të stadiumit apo dhe të ekipeve në terrenin sportiv. Ajo që ka përfiton shoqata është e para entuziazmi që patën në stadium, e dyta afrimi i fëmijëve pranë topit futbollit, e treta largimi i tyre nga rruga, e katërta edukimi i tyre sa më i mirë me vlerat sportive dhe e pesta numrin e futbollistëve, të cilët nga viti tjetër do të jetë absolutisht shumë më i madh në qytetin e Tiranës. Jemi në bisendime të avancuara dhe them që jemi në përfundim të faktit që nga viti tjetër do të ketë kampionat të përcaktuar për shkollat e Tiranës. Duke filluar nga shkollat fillore, klasa e parë dhe e 5, pjesa e shkollës tjetër 9-vjeçare nga klasa e 6 në 9 dhe shkollat e mesme. Dhe fakti këtu duhet i mëshohet faktit që mosha e vogël sidomos duhet të fillohet të afrohet me futbollin dhe të kuptojë që sporti është jetë. Dhe gjithashtu, ky kampionat do të bëhet edhe për femrat. Besoj se po të shohim rrjetet sociale, por dhe pjesëmarrjen në shkallët e stadiumit e kuptojmë shumë mirë se si është qasja e tyre krahasim këtij aktiviteti.